Hello, si ja kaloni? Kam 2 ditë që ju them do komentojmë dasmën e Brikenës dhe Mateus dhe më zë gjumi. Zgjova nga gjumi vetëm për të bërë këtë gjë të dini, se isha në top gjumit, vetëm për ta komentuar me ju. Mi mbrëma yje, si jeni? Deri tani nuk i kam parë, kam kaluar, kam bërë skip 34 minuta, duke qenë se merr frym Niko, duke qenë se jam thjesht përgatitjet edhe jam so bored, po pres tani e kam vënë minutën 35, pra që dalin në oborin e shtëpisë dhe gjejnë Kristin. Duke uruar nga zemra Brikenën dhe Mateon për dasmën e tyre, Dea Palas ofron me shumë dashuri darkën e dasmës për sonte. Që do thoshte ky njeri? Po takua Selin me Kristin dhe shndriti me Kristin. Shndriti gjithë kjo dashamirësi ose njeh Kristin, domethënë, thjesht çka ka dëgjuar. Sa po e takoj edhe ju Ela Kristin. Kristi kështu si me qenë personazhi i vitit në Big Brother. Mos harro, ti para mund të shkon, nesër kur të shon, zemra më ndalon. Qysh mu dashurun shikin parë kur jetë qërë. Se ka emocione, s'ka fe. Sa të ndër bukur Mateo. Shumë elegant, shumë klas, nuk e di që ka veshur, po shumë klas. Kjo më një këra pa anyway, ju pëlqen si vëndër Mateo, do më thonë, në parashitja, ju pëlqeu. Klasik. Tani përveç Kristit pas ka hyrë Arditi, Eriku, ky portokallis, që ka bre? Jurgeni. Kush tjetër ka hyrë? Gjodis. Bëjë si për 50 ftuarit të tjerë tani.